Aleksandr Arvizu është ambasadori 13 që përfaqëson shtetin më të fuqishëm në botë në Shqipëri, që prej nisjes së marrëdhënieve diplomatike të dy palëve në vitin 1922. Diplomati i karrierës u emërua në këtë postë nga presidenti Obama në korrik. Betimin e bëri më 10 nëntor. Ai u lind në një bazë ushtarake amerikane në Japoni dhe u rrit në Colorado. Pas përfundimit të studimeve universitare në Universitetin Georgetown në vitin 1981, Arvizu u bë pjesë e diplomacisë amerikane, që atëherë ai shërbeu si përfaqësues i lartë i Shteteve të Bashkuara në misionet në Kambodja, Japoni, Tajland dhe Kore. Arvizu ka shërbyer gjithashtu në postin e zëvendës ndihmës sekretarit në Byronë e çështjeve të azisë lindore dhe paqësorit në Këshillin e Sigurimit Kombëtar, e po kështu edhe si zëvendës drejtor në zyrën e çështjeve të Japonisë në Departamentin e Shtetit. Gjatë viteve 2003-2004, ai ishte antar i programit të leadershipit të qeverisë amerikane. Arvizu është njohur si mirë i gjuhëve japoneze, tajlandeze dhe koreane. Hobi i tij është sporti dhe veçanërisht bejsbolli.